Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të 7 dhe të Gazetës Nacionale. Jeni me episodin e 27 të emisionit POV Nacionale. Këtë emision e nisim me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, siç e dini, për të 50-ën a 100-ën herë këtë vit, brenda një viti, janë certifikuar rezultatet e zgjedhjeve. Dhe brenda afatit kushtetues prej 60 ditësh, pritet formimi i institucioneve të reja. Për këtë kanë filluar përpjekjet e para me ftesën që kryeministri në detyrë dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u ka bërë krerëve të partive opozitare. Takimin e ka pranuar dhe ka shkuar atë kryetari i PDK-s Bedri Homza. Çka tha Homza pas takimit, ta ndjekim në video. Qëndrimi i jonë është që Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozit. Ne posa fundum takimin me zotin Kurti, ju e dini qëndrimin tam që ka qenë publik, që Partia Demokratike e Kosovës në këto zgjedhje ka garu me një program, ka garu me prioritete, cilat kanë bojnë me fushën ekonomisë, me fushën e mirëqenie sociale, të përfshi rritjen e pagave, pensioneve dhe gjitha pagesave të tjera, me projekte në energji, në infrastrukturë, dhe ky ka qenë projekti jonë. Ky ka qenë prioriteti jonë, që ne me bë punë, me bë veprime, qysh me permisu këtë vend e qysh me permisu jetën e qytetarëve të Kosovës. Pastaj, për me u zbatu këto prioritete, kemi thonë që Partia Demokratike e Kosovës nuk ka vijat kuqe, është e hapur dhe është e hapur për të biseduar, pa u imponuar, për marrëveshje gjithëpërfshirëse politike të i përfshirë gjitha institucionet. Bazuar në bisedat që kemi pas dhe në diskutimet që kemi pas, normalisht korrekte, qëndrimi i jonë është që Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozit dhe ne i dëshirojmë sukses zotit Kurti dhe gjithë atyne që takohen, bisedojnë, të japin vendit institucione, të i përfshi gjitha institucionet, se përveç Partisë Demokratike të Kosovës, ku vendin e Republikës Kosovës janë edhe 98 deputet tjerë, kështu që matematikisht ka mundësi me u bë kompletimi i gjitha institucioneve dhe këtu do të thotë është pozita e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne do të bashkëpunojmë me gjitha forcat politike mbrana kuvendit të Republikës Kosovës, do bi dhe në interes të qytetarëve të Kosovës dhe për gjitha ato çështje ku është interesi i Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës ka dëshmu dhe unë kum qëndru, kum insistu, kum premtu që vota Partisë Demokratike të Kosovës do t'jetë votë pro, të përfshi marrëveshje financiare ndërkombëtare dhe marrëveshje tjera që kërkojnë 2/3 e votave edhe që janë në interes të Kosovës. Atëherë Partia Demokratike e Kosovës është pozicionuar për të qëndruar në opozit, siç duket takimi ka qenë i pafrytshëm. Në takim ka shkuar edhe kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, për cilin nuk mund t'ju them asgjë, sepse në momentin kur po e regjistrojmë emisionin, takimi nuk është mbajtur ende. Por LDK paraprakisht, një ditë para takimit me Kurtin, ka mbajtur mbledhjen e brendshme të tyre. Atë kryetari Lumir Abdigjiku ka folur në lidhje me takimin me Kurtin, duke treguar se po e pranon takimin, si dhe ka folur për iniciativën për shkarkimin e tij nga pozita e kryetarit të LDK-s. Ta dëgjojmë. Një ditë pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor, mbajtëm si qytetar ende mbledhjen e kryesisë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëpërmjet të cilës diskutuam edhe rezultatet e fundit zgjedhore në zgjedhjen nacionale të shoqërorit, po dhe zhvillimet politike drejt formimit të institucioneve. Tani do dalim me një deklaratë, besoj se deklaratën do ta shihni edhe të publike, në të cilën deklaratë vlerësojmë punën dhe angazhimin e strukturave tona, vlerësojmë punën dhe angazhimin e kandidatëve tanë në procesin e fundit zgjedhor, vlerësojmë rezultatin e arritur dhe i falenderojmë gjitha strukturat për punën e madhe që kanë bërë.
Dhe njëjtën kohë shpreh ngatishmëri që LDK-ja të jetë pjesë aktive, aq sa mundet, brenda parimeve të veta që i ka dhe vlerave që i përfaqëson drejt formimit të institucioneve të Republikës Kosovës. Unë sot kam marrë një letër ftesë për takim me kryetarin e Lëvizjes Vendosje Zoti Kurti në formatin 1+1. Pra këtë herë të takohemi 2 me 2 dhe do t'i përgjigjem pozitivisht së ftesë. Besoj që kohën e takimit do të aranjojnë ekipet tona, por ky le të jetë një takim i parë dhe pashtu do takohemi dhe do të provoj takohemi dhe me liderët e tjerë të partive politike dhe të PDK-s së AK-s për të parë dhe kuptuar dhe pozicionet e tyre. Në këtë fazë do ta bëj publike për gjithë vendin që ky është komunikimi i parë që kemi pasur deri më tani. Po nuk ka pas komunikime paraprape, nuk ka pas komunikime të tjera, ky është komunikimi i parë zyrtar që kemi pasur që nga përfundimi i zgjedhjeve dhe prandaj s'mund të jap më tepër informacione pa ulur në takim. Pra parimet e LDK-s tashmë janë bërë publike, kemi bërë publike disa herë, që do të flasim për një trajtim gjithëpërfshirës të gjitha institucioneve, brenda kësaj gjithëpërfshirëse të ketë balancë mes palëve që i ndërtojnë institucionet. Në LDK nuk është deponuar asnjë nënshkrim deri më tani. Proceduralisht janë të lirë 1/3 të delegatëve të kuvendit kurdo që dojnë, sa që dojnë të deponojnë nënshkrimet për thirrje të kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s. Përmbajtësisht, për ne dhe për kryesinë e LDK-s, zgjedhjet e rregullta të LDK-s mbahen në afate të rregullta, ato janë vitin e arshëm, por nuk ka distancë largë të kohore dhe për më tepër përmbajtësisht LDK ka dalë prej një kuvendi të 31 janarit. Dhe një parti serioze nuk matet me sa herë një pakicë çfarë do të thotë, ajo dëshiron të mbajë kuvendin, por sa i respekton vendimet e veta. Gjithsesi, zotuhem dhe këtu para jush edhe para të tjerëve që sa herë që deponohet bën një shkrim, çfarë do të thotë. Do ta thras më një herë sipas rregullave statutare dhe kuvendin në fjalë dhe natyrisht vendimet e kuvendit janë demokratike zot. As jemi të përhershëm, as jemi të qëndrojmë me forcë. Janë vullnete të lira demokratike, i lirë ka qenë dhe vullnete të 31 janarit. Natyrisht do të dëshiroja që LDK-ja të merrej sa më pak me çështje që ndajnë LDK. Por nuk i dëshiroj ndarjen e LDK-s. Besoj që kur kemi pas një kuvend para disa kohë, tani kemi nisma le të themi të njashme, nuk i bëjnë mirë LDK-s. Po për këtë çështje do të jap qendrim momentin e parë që ti kemi deponuar apo i pasur deponuar. Gjithë anëtarët marrin pjesë gjithërë, por vendin e kanë këto. Pra anëtarët e kryesisë kanë vendin kryesi, kryetarët e dekëve kanë vendin të kryqëzimit dekëve. Por derisa diskutojmë brenda organeve të partisë është e mirë. Por derisa bëjmë luftë publike jashtë, atëherë s'ka arsye as thirremi që jemi institucionalist vërtet. Institucionalizmi duhet të jepet me shembull. Dëgjoni, është shumë ta kuptoni se ne këtu s'po qëndrojmë me forcë edhe me zor. Vullneti janë partisë LDK-s para asaj, kurse është vin tjerë. Shpresoj që punojnë më mirë, misioni ynë është ta marrim LDK-n nga një pozitë e rëndë, ta lëmë më mirë se sa që e kemi gjetur. Ka çështë misioni ynë tjetër, atë të parëndësishme. Pra, në LDK po mblidhen nënshkrime për ta shkarkuar Abdigjikun. Deputeti zgjedhur Armend Zemaj është nga të rrallët prej deputetëve të zgjedhur që ka pranuar të flasë në lidhje me shkarkimin e Abdigjikut, duke treguar hapta se është për shkarkimin e tij. Ta dëgjojmë. Unë e kam sepse në organizimin tonë ne funksionojmë nga degë deri në nivel qendror. Unë i takoj një degë e cila ka dhënë mendim unanim që duhet të ketë zgjedhjet e parakohshme dhe duhet të ketë reflektim mbi procesin zgjedhor të qershorit, domethënë të gjitha strukturat e Ligjit Demokratike, duke filluar nga kryetari edhe deri te mendimi. Jo vetëm që e kam nënshkruar, po janë më shumë se 150 nënshkrime tash që janë që kanë kërkesë për kuvend të jashtëzakonshëm të Ligjit Demokratik. A shpret qëndrimin brenda mbledhjes? Urna? A shpret qëndrimin brenda mbledhjes? Unë thash që s'kam fol. Jo, nuk kam njohëria e deponu, po ajo çka është edhe konfirmim edhe që u debatu me seriozitetin më të madh, kishte edhe kërkesa që domethënë mos ketë nevojë për zgjedhjet e parakohshme, domethënë që i parashes statuti i Ligjit Demokratik të Kosovës, por kishte edhe mendime që t'japet përkrahje
kryetarit LDK-s që të vazhdojë edhe tutje si kryetar lidhës. Zotëri Hoti e ka thënë publikisht që nuk merr pjesë ashtu siç e quhen ai një kryesi jo statutare. Zonja Hikmeti Bajrami nuk e di arsyet pse nuk është. Të tjerët disa nuk janë anëtar të kryesisë që janë deputet që ju i përmendet. Për të tjerët që kanë mungu që nuk kanë qëndrim ose nuk kanë shpejt qëndrim, pyetni ata të cilët kanë marrë pjesë ose nuk kanë marrë pjesë. Në lidhje me shkarkimin ose jo të Abdi Gjikut, ka folur edhe sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryetari i Istogut, Ilir Ferati. Ferati ka pas edhe një këshill, ashtu të themi, për mediat. Ta dëgjojmë. Sholiu për media në organizatorët, besa që më pas për që shpo e emërtojnë iniciativat që i kanë në falë shkarkim. Po iniciativa demokratike, të cilat njerëz kanë drejt me marrë, edhe me vazhdu të me procedu derisa më rrinë me finalizu nëse më rrinë. A mendoni që kanë me arrit, me më rrinë, me finalizu këtë? Kjo se vëzim. Kjo se vëzim. Po vëzim më shumë nivel të së vëzim, po që mija është që LDK i ka institucionet dhe sa edhe to instituciona merren me ndi. A keni me diskutu edhe këtë çështje sot në teknonin kryesisë? Edhe cili është ndrimi juaj? Që çështjet çka janë temë për LDK-n, po det edhe petari. Cili është ndrimi juaj për planon shkrive? Ju keni pozitë të rëndësishme në parti. S'kuptim për thos. Qëndrimi juaj për planon shkrimit apo që janë duke u mbledhur? Po besoj që në kuptu ajo çka thash që nuk është praktike LDK-s për themelimit deri më sot dhe vazhdojmë të besojmë më pas bindje se s'bën me kriju një precedent tillë të lëvizjeve, sidomos sot ata kur kanë një nevojë për një LDK-s fort. Besoj që qëndrime të tilla do dalin edhe për miljet e shkresisë dhe besoj shumë që një pjesë e njerëzve që janë pjesë e kësaj iniciative të cilët kanë të sot e 37 vjet që merren me aktivitetin LDK kanë një thirrje grahtësisë dhe mendjes edhe me uli përformës situacione që kanë ngritur gjatë këtyre ditëve. Po besoj që të njëjtën kam drejt si sekretar me kërku edhe për ju mediave që mi kontribu ulje institucioneve jo se cilët deklarim në këty lajmë se si për njëra se të kësazan. Antarësimin në LDK dhe përkatësimin LDK së në përsatuim, ose në strategi për njerës janë LDK pëse i kanë bindit në LDK, normalisht që mbetën LDK dhe të besoj shumë që kanë në vazhduat të zdjetën pra sa kanë vullnet dhe pra sa kanë energji në kuptim të fizikut edhe të mendjes. Pozitat që kanë këtë ordegë, sigurisht shota mesit këtë ordegëve deri në zgjidhje të rregullta të LDK-s, po besoj shumë që LDK ka vazhduar me respektu ciklin e rregullt të organizimit të zgjedhjeve, diçka cilën e ka bërë edhe në kohë lufte kur kemi qenë rrezik edhe për jetë, e lërëm ata që jemi në veri edhe në mundësinë më të madhe që më ndërtu demokracinë më moderne, më të mirë mundshme edhe për LDK-n të besuar. Atëherë, në Lidhjen Demokratike të Kosovës duket se do të kemi punë ende sepse në nënshkrimet veç janë mbledhur, pritet deponimi i tyreve në kryesitë të LDK-s dhe pastaj një mbledhje jashtëzakonshme në lidhje me shkarkimin e Abdi Gjikut. Ajo që e dim deri tash është se janë mbledhur mbi 150 nënshkrime për shkarkimin e Abdi Gjikut. Sipas statutit të LDK-s, duhet veç një vot më shumë tepër për ta shkarkuar kryetarin, pra nëse mblidhet një vot më shumë për ta shkarkuar Abdi Gjikun, sesa ata që janë për të mos e shkarkuar Abdi Gjikut, do t'i përfundoj mandati dhe do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme brenda LDK-s. Por sa do të ndodh kjo ose jo, do ta shohim në javën e vazhdim, sigurisht do të raportojmë në lidhje me këtë zhvillim, sepse është zhvillim i rëndësishëm edhe në kontekstin e formimit të institucioneve, me qenë se Abdi Gjiku i vetëm nuk mund të arrijë marrëveshje me Kurtin, sepse disa nga deputet, pra siç është Zemaj, është zotëria Abdullah Hoti, zonja Hikmeti Bajrami dhe disa të tjerë të dyshim, të cilët nuk mund t'ja votojnë as marrëveshje në kuvend, nëse ajo arrihet. Pra, me gjas njëherë duhet kemi zgjedhje brenda LDK-s e pastaj mbledhje të kuvendit të Kosovës, sepse përndryshe nuk janë votat aty. Pa votat e PDK-s, pa gjysmën e votave të LDK-s, nuk do të kemi as quorum të mjaftueshëm për ta mbajtur seancën për presidentin e Kosovës. Për te politikës, këtë javë ka pas edhe ngjarje të tjera, ka qenë javë shumë e nxehur në gjykatat e Kosovës, aty ku raporton gazetarja jon Eriola Cocaj.
Eriola ka raportuar edhe për rastin e Aulona Pelajt, e cila me gjos ju kujtohet, duhet ju kujtohet, bëhet fjalë për infermierën, e cila e rrohur një të moshuar brenda shtëpisë së pleqve, e ke shtrajtoj atë. Për të është mbajtur procesi gjyqësor, ajo është dënuar me 2 vjetë 3 muaj burgim, kurse 2 shoqet e saj që incizojnë që janë bojnë kamerën, janë liruar si të pafajshme. Ta ndjekim videon. Është marrë vendimin ndaj 3 infermierëve të akuzuara për rrahjen e të moshuarës në shtëpinë e pleqve Orenda në Pej. Aulona Pelaj është dënuar me 2 vite 3 muaj burgim, ndërsa 2 të akuzuara tjera, Altina Regjepi dhe Remzie Kuqi, janë shpallur të pafajshme. Vendimi u dha sot në gjykatën themelore të Pejës. Rasti kishte ndodhur në tetor të vitit 2022, ku ishte shpërndarë një video në të cilën 3 infermiere të shtëpisë së pleqve Orenda u pan duke rrahur fizikisht një grua të moshuara. Rasti kishte ndodhur në tetor të vitit 2022, ku ishte shpërndarë një video në të cilën 3 infermiere të shtëpisë së pleqve Orenda u pan duke rrahur fizikisht një grua të moshuar. Pas kësaj, shtëpia ishte mbyllur ndërsa 3 infermieret ishin arrestuar. Atëherë, gazetarja Eriola Cocaj, pas kësaj seance dhe pas këtij aktgjykimi dënues me 2 vjetë 3 muaj dhe lirimit të 2 shoqeve të dënuarës, Aulona Pelajt, e ka zhvilluar edhe një intervistë me pronarin e shtëpisë së pleqve Orenda, i cili ka qenë i frustruar dhe i pakënaqur me aktgjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë. Ta ndjekim intervistën me të. Orenda nga ai rast është mbyllur, kjo është një krim të njerëzimit. Se çdo qytetar i Pejës e din se këto vajza janë të paguara ta bëjnë atë vepër. Kjo është turp për një qeveri. Kjo është më të vërtet skandal edhe për drejtsinë e Kosovës me vendimin të hënën. Gjatë ditës së hënë në gjykatën themelore të Pejës është dhënë vendimin ndaj 3 infermierëve, të cilat në vitin 2022 kishin ushtruar dhunë ndaj një të moshuarës në shtëpinë e pleqve Orenda në Pejë. Aulona Pelaj është dënuar me 2 vjetë 3 muaj burgim, ndërsa 2 infermieret të tjera janë liruar nga gjykata. Sot do të flasim me Anton Rasaj, pronari dhe investitori i shtëpisë së pleqve Orenda në Pejë, dhe i njëjti do të na tregojë se si e ka pritur këtë vendim nga gjykata themelore e Pejës. Atëherë, zotëri Rasaj, fillimisht faleminderit shumë që pranove me e zhvillu një intervistë me neve sot. Tu e pas parasysh se gjatë ditës së hënë është dhënë vendimin në lidhje me 3 infermieret nga gjykata themelore e Pejës për dhunën e ushtruar ndaj një të moshuarës në qendrën apo në shtëpinë e pleqve Orenda, ku dhe ju jeni pronar aty. A kishe mujt në detaje me na tregu çush e keni prit këtë vendim dhe çush e shihni nga gjykata e Pejës një vendim ku njëra nga infermierët u dënu me 2 vjet e 3 muaj, ndërsa 2 të tjerat vetëm sa janë liruar? Përshëndetje, faleminderit, Rrolla, që më jape mundësinë dhe rastin të japi edhe të shprehje edhe mendimin tim si investitor zvicran apo por edhe pronar i shtëpisë së moshuar Orenda. Ndoshta opinioni i gjerë nuk e din, duhet t'ja bëj me dije se Orenda nga ai rast është mbyllur me urdhëresë të Ministrisë së Qendrave Sociale dhe të Kuran Muratit si ministër. Të thotë njërë arbitrare e mbyll institucionin dhe investimet zvicrane në Kosovë. Kësaj përket vendimit drejtësisë apo gjykatës së Pejës për këto 3 infermiere, kjo është një skandal në vetvete, skandal i radhës. Pse them këtë? Këtë them me fakte, nëse më lejoni edhe keni kohë, nëse fillojmë nga fillimi, nëse çdo njeri e shef atë video të incizuar nga vetë infermierët që marrin pjesë në dhunë, aty i kemi 4 infermiere. E para Aulona Pelaj që bën veprimin dhunën që është prej ndaj të moshuarës. Edhe nëse më lejoni t'ja u shpjegoj, tani pasi që i kam gjitha dokumentacionin nga hetuesia e Pejës, mund t'ju them që këtë person në vitin, i lutem vetëm keni dorë, Patjetër. Kështu, në vitin me datë 9/5/2020 rreth orës 01:30 në Prishtinë, në një vetur ndalohet nga policia e Kosovës, po foli për të dënuarën. Po.
në të cilën në atë kohë i konfiskohen lëndë narkotike. Të thot ka substancat në ndryshuar narkotike. Kjo vajzë hetohet 2 vjetë radhazi nga hetuesia PJ-s për edhe Prishtinës për mbajtje të narkotikëve apo tregti të narkotikëve. Aurona Pelaj. Dhe pa pritmas, kjo me 26/4/2022 përfundon hetimi shpallët e pafajshme dhe 15 ditë pas këtij vendimi të hetuesisë vjen edhe punësohet në orend. Do të thotë, për çfarë arsye vjen kjo punësohet në orend ku punon vetëm 2 muaj e bën veprën edhe shkon rrugës vet. Kjo është një fakt shumë i madh, këtë ja kam thonë edhe hetuesisë. Hetuesisë kam kërkuar nga hetuesia se që në fillim të hetohet për komplot. Se çdo qytetar i PJ-s e din se këto vajza janë të paguara ta bëjnë atë vepër. Këto janë të cytura për oligarkëve të ndërtimit në PJ edhe për i qeverisë të tanishme që janë pushtet dhe të atërshme. Nëse dalim tek rasti tjetër, rasti i njëjtë, mirë po tek figura tjetër, të Remzie Kuqi. Remzie Kuqi është një person që e merr të gjithë ngjarjen me video. Do të thotë, orenda në rregulloren e orendës e ka pas të ndaluar punëtori apo infermiera të këtë telefonin privat gjatare të punës. I kanë pas 2 telefona të institucionit. Kjo e thënë të rregullore, e mon telefonin e vetë privat edhe bën incizim. Ky person, Remzie Kuqi, është me profesion juriste. Është juriste. Keni parasysh? Të thotë, unë e besoj që një juriste duhet me ditë se çfarë përgjegjësie ka kur e bën një vepër të tillë të krimit. Si çka ka qenë e punësuar në orenda? Ajo ka qenë e punësuar si infermiere, mirë po e ka dhe bachelorën e juristës. Kupton? Do thotë e ka edhe diplomën, e ka marrë diplomën, e ka edhe hetuesia të saj si juriste. Edhe kam zhvilluar atëherë biseda me të se me kohë do i kryejnë disa punë administrative. Paramendoni, një juriste nuk intervenon ta ndërprer dhunën, po larg asajna e merr me video edhe arsyetimi i sajna në hetuesi thotë unë atë video nuk e kam bërë për përfitime vetjake, pa e pyet asnjëri apo ta abuzoj. Unë po e lexoj ajo që ka deklaruar, që i kam përpara meje dokumentacionin. Pa e pyet asnjëri, ajo vetë deklaruat se kinse unë këtë incizim nuk e kam bërë të abuzoj apo kam përfitime, mirë po e kam bërë vetëm kinse të ja përcjelli pronarit apo menaxherit, ngjarja ndodh të shtundën, kalon e shtunja, dive, hëne, martet, mërkurët dhe në opinion. 4 ditë ky person nuk e informon asnjërin për atë dhunë, edhe me qenë se e ka incizimin e video. Kjo tjetra është që ambon dorën asaj të moshuarës atje, paramendo, është pjesëmarrëse në dhunë, edhe lirohet nga akuzat. Akuza, nëse guzoni ja vlerësu, është e cilësuar si e tillë sulmi, mos lajmërimi i përgatitjes së veprës penale dhe fotografimi dhe incizime tjera të paautorizuara. Paramendoni, çdo 3 fakte që i ka prokuria, prapë të 2 të tjera dalin të pafajshme. Faktikisht 3, ajo e para del që në fillim, sepse pas gjitha kësaj, si të thëmë, dirigent në prokurinë e PJ-s, 2022 ka qenë ish prokurori i PJ-s në atë kohë. Ai ka qenë dirigent i gjitha këtyre sulmeve edhe përgatitjes atij komplotit, me njerëz të caktuar. Për fat keq për fat mirë nuk është më në detyrë. Kështu që pak a shumë e shpreha ato dyshimet, i shpreha ato vlerësimet e mia, po edhe faktet që i kam se këto vajza janë të paguar për me bë atë vepër. Dhe kjo është një komplot. Më duhet ta cekë dhe ta shtoj tek ju në televizor se në akt akuzën e këtyre vajzave edhe unë kam qenë i thirrur apo jam i shënuar si dëshmitar. Paramendoni që bërë prokurori. Më thret 3 herë në 3 seanca
në 3 seancat që më thrasin nga Zvicra dhe unë marr pjesë, nuk zhvillohen seancat. Në seancën e tretë mungon edhe vetë prokurori i shtetit, para mendoni vetë prokurori i shtetit, edhe me qenë se mua ma kanë çuar thirrën të vi nga Zvicra. Dhe kur vjen seanca e katërt, mu prokurori i shtetit përjashton si dëshmitar. Thotë s'ke nevojë, ne të kem shlyt ty, s'ke nevojë të dëshmosh këtu në këtë rast. Kjo është një Do më thonë ju nuk keni marrë pjesë as gjatë seancave gjyqësore në gjykatë Jo, nuk kanë leju. Sepse seanca ka qenë mbyllur sipas prokurorit. Para me do, unë kam qenë dëshmitar i thirrur dhe edhe në fund më kanë hekur nga dëshmitarët. Me dëshirën ose me kërkesën e prokurorit. Unë po them edhe një herë, prokuroria e PI-s, jo e gjitha, pa një pjesë shumë e kapme për sistemit tanishëm, edhe për oligarkëve. Mirë po edhe gjykatës kemi, ne ky gjykatësi që e ka sjell këtë vendim të hënën dje, kjo është i njohur për vendimet e tilla, nuk është rasti vetëm. Ka shumë njerëz, vjen në histori tina dhe mendoj veprimet e tina edhe vendimet e tina që i ka sjellë në gjykatën e PI-s. Presoj që pak a shumë... Po, do më thonë, sipas juve, ky vendim i gjykatës PI-s ka qenë skandaloz. Nuk u konë diçka që ka ju e keni prit në lidhje me... Po, me gjyqë, unë tentova vetëm t'ja shpjegoj atë veprim të tyre skandaloz se pse, me këto fakte që ja u thash. Ka fakte edhe tjera, këto do ja vqes, ose këtu ose në Washington, s'ka kuma problemi. Të gjitha i kemi. Ju e thatë edhe ma heret se Orenda që nga rasti është e mbyllur. A mundesh me na tregu çka ka ndodhur gjatë kësaj kohe? Nuk është hi asnjëherë në funksione dhe a keni marrë veprime për këto? Po kështu, nga rasti ndodhur me nëntor, fillim me 2 nëntor 2022, me urdhër të ministrit e Kuran Murati, është mbyllur Orenda. Orenda mbyll në mënyrë kriminale, jo arbitrare, kriminale. Brenda 24 orëve, adasht, familjarët vinë dhe t'i marrin 32 pleq, 32 banues që kanë qenë në Orendë. Para mendoni, brenda 24 orëve, gjitha janë të dokumentuara, me vito, me shkresa, me peticionet familjarëve. Kjo është një krim të njerëzimit. Brenda 24 orëve kanë mbetur 22 punëtor pa punë që ka qenë të punësuar sultarisht në Orendë. Fal njerëzve të qeverisë dhe oligarkëve të ndërtimit. Ne e dim se pse kanë bërë këtë komplot. E din edhe opinioni, e din edhe tërpeja, sepse ata kërkojnë pllacin, vendin, tokën e Orendës të ndërtojnë, të bëjnë ndërtesa. Atë ma kanë thënë edhe në ministrinë e Albin Kurtit. Vetë ministrit. Kështu që unë s'po di çka bëjnë më tepër, unë i di çka kam bërë. Unë e kom vepru, unë e kom padit ministrinë mirëqenies sociale. Ne kemi padit ndaj infermierëve, të 4 infermierëve, jo të 3, të 4 infermierëve në PI. Ne kemi padit ndaj Katrina Zeneli që ka shpërnda atë video në mënyrë jo ligjore. Ne kemi padi edhe ndaj personave të tjerë që janë përfshirë në rastin e Orendës. E ku jemi të padia ndaj ministrisë edhe padia ndaj 4 infermierëve, a mundesh me na tregu në cilat raste, në cilat cilësi i keni padit ju këto dyja, ministrinë edhe 4 infermierët? 4 infermierët ne nuk kemi pas mundësi tjetër përveç mundësi se padis për dëmshpërblim ndaj dëmeve që ja kanë shkaktuar institucioni. Sepse për vepër penale, prokuroria e PI-s kishte vetëm ngritur padi, edhe 2 padit njëkohësisht për të njëjtën vepër nuk shojnë pesh, është jo juridike, jo normale. Kështu se neve na ka mbetur edhe atë edhe kemi bërë para 4 viteve për dëmet që na kanë shkaktuar. Tek Ministria e Mirëqenies Sociale kemi bërë padi për tërheqje e licencave në mënyrë arbitrare. Unë e pecej edhe një herë. Unë jam investitor zviceran. Unë jam i mbrojtur në shtetit zviceran sa i përket investimeve. Ne kemi një marrëveshje 2011 bilaterale mes Kosovës dhe Zvicrës.
e cila në mënyrë decisive në 1956 e mbron cekët se si mbrohet investitori zviceran në Kosovë në investimet e veta. Në 1956 qeveria e Kosovës i ka shkel, e ka thymë këtë marrëveshje. Kjo është turp për një qeveri. Kjo është më të vërtet skandal edhe për drejtësinë e Kosovës me vendimin të hënën. Për fat, institucioni Orenda e ka avokatët, grupin avokatëve edhe në Zvicër edhe në Kosovë. Ne nuk do ju ndalemi desa e drejta, do të vijem në rrugën e duhur. Kështu që unë besoj që edhe në Kosovë kemi drejtësi, ku s'paku për ata pleq, për ata banues, për atë të ndjerën, do të vjen koha dita që t'i thojmë, okej, faleminderit se ki patëm edhe ne drejtësi edhe një gjyqtar të guximshëm që e japin dënimin e merituar çdo njeri që është i përfshirë në këtë komplot. Përveç gjykatës themelore në Prishtinë, edhe në gjykatën e apelit, pra që shkolla e dytë e gjyqësorit në Kosovë, ka pasur seanca gjyqësore. Atë, pas 25 vjetësh, janë ballafaquar familjarët e të vrarit, si dhe i akuzuari me të vetët për vrasjen e cila ka ndodhur në Prishtinë në vitin 2001. Për detajet nga kjo ngjarje, na sjell Eriola Cocaj. Asnjë kërkim falje si kena pas pri palve këtu. Labet Kastrati ka shtënë 16 herë, ndërsa Hamdi Mabiqi 2 herë në ajër dhe 6 herë në kërkim të Fahrik Etosa, cili prapë vazhdon me sharje dhe kërcënime së do t'i vrasë. Në këtë çështje kemi gjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rëndë, ndaj të akuzuarve Fahrik Etosi, Labeat Kastrati dhe Hamdi Mabiqi, të cilët ngarkohen sipas aktakuzës së ish prokurorisë publike të qarku. I akuzuari Fahrik Etosi është shpallë fajtor për veprën penale vrasjes në tentativë dhe i njëjti për këtë vepër penale rrëgjykuar me 4 vite e 6 muaj. I akuzuari Labeat Kastrati është shpallë fajtor për vepër penale të vrasjes nga Neni Privet Aliniani dhe për veprën penale vrasje në tentativë dhe i njëjti për veprën penale është shqiptu dënim burgimi në përgjatë prej 11 viteve, ndërsa për veprën penale vrasje në tentativë është shqiptu dënim burgimi në përgjatë prej 4 viteve dhe konform Neni 76 të njëjtit është shqiptu një dënim puni dhe 13 viteve e 11 muaj. Të akuzuarin Hamdi Mabiqi, gjykata e ka shpallë fajtor për vepër penale vrasje tentativë, të njëjtit i ka shqiptu dënim burgimi në përgjatë prej 4 viteve. Rëndëri mjerueshëm kanë jetu prej vdekjes të vllavut. Domethënë vrasja që ka bërë, drejtësi s'ka pas për 20 vite rresht. U ka një lloj drejtësie, po s'u ka një kënaqshme për neve normal. Edhe sot na shtisjena shumë të kënaqur. Po besoj që ndryshimet nuk bëhen edhe për çka pak drejtësi sa ka pas për vllat emin. Ata kanë vdekë mjerueshëm. Pa u interesu kush për kur gjë për ta, asnjë kërkim falje si kena pas pri palve këtu. Besoj që ma shumë s'kam qa foli se edhe jam keq prej zemrës. 25 vite më parë, ka ndodhur një ngatresje dhe prokuroria e pranon në dispozitivin e parë të kësaj takatuse. Të ndryshuar e plotësuar siç kemi vërejtë më tutje. Çfarë thot prokuroria për Fahrik Etosi? Në datën 17/12/2001, të orës 2:30 në Interplat, në Prishtinë, pas ca fjalosëve, zëndave, sharjeve dhe kërcënimeve nga ana e tij, drejtuar Labeat Kastrati dhe Hamdi Mabiqi, e kur këta për që shmangur zëndave dhe kërcënimeve të tij vendosin të dalin nga klubi dhe të shkojnë në shtëpitë e tyre, por para tyre ka dalur e akuzuar i Fahrik me shokët e tij, Ahmet Montezën tani ndjer dhe Milen Cakajn, i cili prapë vazhdon me sharje dhe kërcënime së do t'i vrasë.
Në rarën nga indjet të në drejtim të laboratit e amit. Që dispozitivi I parë dhe të gjykimi që kemi sot. Nuk ka ekspertizë e cila identifikan ADN prozat të armës me ADN e plumbit sepse nuk përgjigj. Ne, nuk ka ekspertizë një kolegjore e cila përcakton se ku saktësisht është e hamat plumbit e mësëndjerë, në cilën pjesë të shkallë. Ishte apo nuk ishte goditja fatale, mundi apo nuk mundi veca apo në trupje dhe të shkojnë në vendin ku pretendohet se ka ndodhur shkëmbimi I shtetit. Eksperti balistikës nuk është këtu në rekonstruent. Eksperti mjekësisë ligjore nuk është këtu në rekonstruent. Në fakt, rekonstruimi është bërë shqyrtim gjyqësor jashtë gjykatores dhe është ndruar atje. Nuk ka pas improvizim, nuk ka pas inskenim të vendit të ngjarjes, ka pas thjesht del këtu në tregon se çka ke po. Njëta, çka ka ndodhur në qytet. Unë besoj që këtu nuk është rekonstruim, unë besoj që nuk ka pas simulim të roleve të pjesëmarrësve në këtë ngjarje sa tragjike që do rënë për secilin pjesëmarrës. Dhe kanë shënë Labet Kastrati ka shënë 16 herë, ndërsa Hamdi Mabriqi 2 herë në ajër dhe 6 herë në drejtim të Fahri Katokës. Me qëllim që të njëjtin ta privojnë nga jeta. Mirë po, duke shënë në drejtim të tij, një prell e njerit prej tyre godet për vdekje tani të ngjerë në hipotezën, të cilën qytetarët e dërgojnë në spitalin e Prishtinës për të dhënë ndihmë kur mjekët konstatojnë vdekjen e tij. Mbështetje në kohë. Jo. Disa herë kisha shprehje të qartë për rastin që ka ndodhur, sepse çka të flitet më tepër është e tepërt. Në sot për shembull nuk e lidhe të mirë me këtë rast. Fatkeqësisht këtë I kanë ndihmuar dhe gjykata, sepse mas 25 vjetë vepra penale e vrasjes mund gjykuar, kjo është diçka që është e paskëmueshme. Prandaj, mas 25 vjetë na përshurur një gjykim që kemi përpara. Këtë javë ka pas seancë edhe për sulmin në Iber-Lepens, sulmin terrorist në Iber-Lepens, ku të dyshuar janë 2 vëllezër serb dhe disa të tjerë. Po besoj ju kujtohet sulmi në Iber-Lepens, kur e dëmtuan digën dhe pastaj pati implikime edhe të tjera. Për këtë sulm, për ta zbardhur këtë sulm, për ta zbuluar se kush e bëri, kush është kriminali, kush është ju, etj, përveç prokurorisë speciale të Kosovës, lënda është mbështetur edhe nga FBI amerikane, edhe nga Ministria e Brendshme italiane, pra në Rom, si dhe nga britanikët. Pra ka pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm ndërkombëtar me prokurorin e prokurorisë speciale deri në përpilimin e kësaj aktakuze voluminoze, si dhe deri te mbajtja e seancës pamjet të secilës ju ftoi ti shihni. Në atë fitil janë gjetur gjurmët e ADN-s së të pandehut Jovan Vicentjević. Ekspertët e FBI-t kanë analizuar mostrat e bardhës nga hetimet e zhvilluara dhe nga provat e siguruara është vërtetuar rreth dyshimit bazuar mirë se pandehurit Jovan Vicentjević, Dragisha Vicentjević dhe Igor Dimić kanë kryer vepra penale siç janë përshkruar në dispozitivet e aktakuzës. Në bazë të provave që do të administrohen para jush, do të vërtetohet se me dorë 29 nëntor 2024 të pandehurit Jovan dhe Dragisha Vicentjević së bashku me persona të tjerë të pa identifikuar ende, pas një marrëveshje paraprake kanë vendosur një sasi të konsiderueshme të eksplozivit ushtarak, rreth 20 kg TNT, në kanalin e Iber-Lepensit, duke shkaktuar dëmtime të rënda materiale. Prokuroria I ngarkon pandehurit për veprën penale rrezikim I rënd kushtetues me shkatrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike lidhur me veprën penale kryerja
e veprës terroriste. E që nga provat që kemi siguruar, që do të prezentohen para jush, dhe nga provat e rasteve të mëhershme, vërtetohet se qeveria e Serbisë ka pasur një rol kyç në këto përgatitje. Nga provat që do të vërtetohet gjendja faktike, do të provohet fillimisht. Një nga provat të rëndësishme që do të prezentohen para jush, që do të vërtetojnë pretendimet e prokurorisë, janë edhe provat e Agjencisë së Kosovës për Forenzik. Raporti i shërbimit të policisë shkencore në Rom, respektivisht ekzaminimi biologjik i mostrave të ADN-s, do të vërtetoj pa asnjë më dyshje se i pandehuri Jovan Vicentjević ka kryer sulmin terrorist. Nga se në fitilin ndezës të eksplozivit i gjetur dhe i morur në vendin e ngjarjes së bashku me autoritetet ndërkombëtare, është vërtetuar shkencërisht se në atë fitil janë gjetur gjurmët e ADN-s së të pandehurit Jovan Vicentjević. Ndër provat që do të prezentohen para jush, që konsiderojnë se kanë një rëndësi të veçantë të besueshmërisë, është edhe raporti i ekspertizës i mostrave të dhënë të realizuara nga laboratorët e Byros Federale të Hetimeve të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ekspertët e FBI kanë analizuar mostrat e bartës dhe të dhëut të marra nga çizmet e dy pandehurve, Jovan dhe Dragisha Vicentjević, dhe ato mostra i kanë krahasuar me mostrat e dhëut të siguruara në vendin e ngjarjes, po ashtu edhe në 3 vende tjera të ndryshme, me qëllim që të vërtetohet saktësia e bartës së gjetur në çizmet e pandehur. Atëherë këtë javë në gjykat ka dol edhe një personazh i njohur nga Gjilani, Voli Corleone, i cili është i akuzuar për shitblerje të narkotikëve. Para se me i pomjet prej kësaj seance, i posh disa komente të Gazeta Nacionale se pse po e përcjellni Voli Corleone e pse po jep një vëmendje ku ta diun. Ajo që duhet të ketë parasysh është se bëhet fjalë për një biznesmen, për një djalë të një familje me bizneset mëdha, pra për një familje të pasur, dhe bëhet fjalë për shitblerje të narkotikëve. Pra është interes i publikut për ta ditë se si po përfundon çështja e dikujt që është i pasur dhe që dyshohet për shitblerje të narkotikëve. Ti ndjekim pamjen nga seanca. Princ Valentino, a e ki kuptuar të akuzën? Po. A ki nevojë për sjalinë e shtesë? Jo. E konsideron veten fajtor apo të pafajshëm për veprën penale për cilën akuzohesh? Si, pafajshëm. I pafajshëm. Akuzuarit Princ Valentino Corleone, i cili nga tukrit i atrenonin Krishtin Departamenti Krylën të rëndëve besot për kryerjen e veprës penale, blerja posedive shpërndarje dhe shitja pa autorituare narkotikëve, substanca psikotrope dhe analoge në banenin 267 parnit kodit penal. Ka nevojë mu lexu atë akuza? Jo. Nuk ka nevojë. Princ Valentino, a e ki kuptuar të akuzën? Po. A ki nevojë për sjalinë e shtesë? Jo. E konsideron veten fajtor apo të pafajshëm për veprën penale për cilën akuzohesh? Si, pafajshëm. I pafajshëm. Mirë, unë zhur. Këtë akuzë e mfito nga ana e prokurorisë kundër ka akuzuarit Princ Valentino Corleone të veprën penale blerja, posedimi, prondarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve. Atë akuza është mbështetur në prova dhe dyshni të mjaftueshme, të cilat i kemi trokodjuar në këtë akuzë që të administrohen gjatë shqyrtim gjyqësor. Në këtë proces gjyqësor, nga provat e propozuara nga ana prokurorisë, sikurse ato materiale, ashtu dhe nga të shpitalet e propozuar, në fund të këtij procesi
do të bindeni se i mbrojturi nuk ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Princ Valentino Mbretu Kon, a pajtos speciale në byrë se prezentumin nga avukati Bros. Okej, a keni vështu diçka tjetër? Nëse jo mundeni mua. Atëherë, pasi që nuk pa fuqe për vazhdimin e metejnë të këtij shëtimi gjyqësor, këtë gjërë agrendin, me të cilën shtyhet shëtimi i sotëm gjyqësor, Njëra nga temat më të rëndësishme që u diskutua o stër diskutua këtë javë ishte kjo me çumshtin Vita. Siç e dini, mbi 20 inspektor i shkuan çumshtit Vita për ta verifikuar nëse aty përdoret një farë voji i cili po e mbroka çumshtin për ta zgjata fatin për të qëndruar në raftet e marketeve. Është përdorur legalisht apo ilegalisht, apo çfarë ka ndodhur, etj, ka pasur shumë zhvillime. Por t'ju shkojmë me radhë. Fillimisht pranë Ministrisë së Bujqësisë pati protesta nga fermerët, pra që merren me çumsht, pati protesta të mëdha, si më thonë ishte një prej protesta më interesante që kemi pa kohëve të fundit, sepse edhe në një moment pothuajse eskaloi kur fermerët vendosën që ta përfshin me çumsht objektin e Ministrisë së Bujqësisë. Ti ndjekim pomjet. Çumshti Vita është i Kosovës, nuk është i Serbisë. Uleni Vita! 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 Mo kërkesa jonë, urgjente. Kërkesa jonë urgjente. Të filloj grumbullimi i çumshtit qysh nga ky moment. Kërkojmë kjo sasi e çumshtit e cila derdhet. Ta kuptoni që çdo fermer me djesën e ballit e prodhon atë çumsht. Me gjithë angazhimet familjare e prodhon atë çumsht. Mos mendoni që e derdhim duke u qiku në për Facebook e në për rrjete sociale se ne se qenë kemi helmus të këtij populli. E derdhim sepse ata që kuptojnë që lopa prodhon 24 orë pa ndalë. Kërkojmë nga qeveria urgjentisht të ndalë importin e çumshtit nga vendet e rajonit. Me çmime dumping. Për atë arsye ato produkte sot vinë na dëmtojnë neve si fermerë. Fermeri është i fundit ai i cili e pëson. Të bëjmë politika një herë mirë ta zgjedhim këtë çështje. Ta zgjedhim këtë problem. Ju garantojmë se gjithë ta fermerë sot kanë lënë punë dhe kanë ardhur sot ta shprehin indinjatën e tyre në këtë formë të patriotizmi jonë është ky. Prodhojmë, zhvillohemi. Edhe përkundër shumë problemeve që s'kemi qasje në fondet Bashkimit Evropian, shumë fermerë këtu investojnë, bëjnë metodat më bashkëkohore të prodhimit bujqësor, këtë rast prodhimit çumshtit. Ju garantoj që 95% tyre fermerëve të cilët janë në mesin tonë prodhojnë çumsht të cilësisë ekstra. Ju garantojmë në emër të çdo prodhuesi vendor, çumshti i cili prodhohet fermat tona, nguleni një herë për gjithmonë në kokë, nuk është helm, është çumsht dhe vetëm çumsht. Ne popullojmë 50% çumshtit Kosovës. Të gjithë nga bujq e sjellin çumshtin te ne. Bini 100 mililitra në ditë. Disa ushtarë të Facebookut që janë dalë të Facebook edhe po folin domethënë pe baltosin këtë fermer, këtë punëtor, edhe gjithë ata punëtor të cilët e prodhojnë çumshtin edhe e përpunojnë çumshtin, ju bëj thirrje sa më parë ministrit bujqësisë, AU-vit, të dalin me rezultate ato të cilat i kanë qenë për prezencën e çumshtit plon që nuk ka çumsht plon. Edhe këta e di që nuk ka çumsht plon. Dhe dalin me rezultat sa më parë.
edhe për analizat e qumshtit vita, i duhet me jo analizat e garë rezultatit. Pas saj proteste, poti edhe konferencë për media nga përgjegjësit e qumshturës Vita, ku u dha lojmi se qumshturja në fakt do të hapet edhe është hapur, si dhe patën akuza në drejtim të ministrit Armen Muja dhe komplet qeverisë të Kosovës për, siç thonë ata, dekurajim të prodhuesve vendor. Ti ndjekim pamjen nga konferenca. Në takim ishim ne prodhues të qumshtit, shoqata, po ashtu edhe përpunuesin këtë rast qumshtoria Vita. Pas një diskutimit të gjatë, edhe me ministrin, edhe me përpunuesin, edhe me prodhuest, të gjithë akterët u zëtuan që ministria në këtë rast, më konkretisht Agjencioni për ushqimit dhe veterinarisë, në një afat sa më të shpejt do të dalin me rezultate, të cilat nga mostrat e marra nga qumshtoria. U zëtuan arsyeja e vonesës për këto rezultate është sepse nuk është në pyetje vetëm qumshtoria Vita, mostrat janë marrë edhe në shumë qumshtore tjera, edhe për shkak të specifikave të analizave që do të bëhen këto produkte, ne po shpresojmë që këto rezultate do t'i kemi sa më shpejt. Nga qumshtoria u zotua që nga sonte do të filloj grumbullimi i qumshtit të freskët prej fermerëve për arsye të korrekcisë, domethënë u arrit një marrëveshje e përbashkët e përkohshme që po shpresojmë që në takimet e radhës do të zgjidhen edhe problemat tjera të cilat i shprehen sot në forma protestive e prodhuesve të qumshtit. Atëherë, pas gjitha këtyre zhvillimeve, sigurisht nuk mund të mungonte përfshirja e Berat Buzholles në këtë temë. Ai e ka bërë një video në lidhje me këtë temë. Ta ndjekim. Pra, nëse e sheh qëtë produkt në supermarket, të renditun me Alpska, Vita, Moja Kravica, me gjitha llojet e qumshteve të rajonit, çka mendon ti që është ky? Sigurisht që mendon që është qumsht, sepse është i renditën edhe këtu discount, lirimi thot për produktet e qumshtit. Mirë po, përveç se nuk është qumsht, ose është qumsht veç gjysma. Kur e lexon me të vogla këtu, thot përbërësit qumsht 51%. Është një thonje thuhet miqve të mi gjithçka. Armiqve të mi fuqinë e ligjit. Në rastin ton, kena të bojna me Vitën edhe me Devolt. Nuk jam i sigurt bile apo flasin për fuqinë e ligjit kundër tyre. Pra, një shtet demokratik, një shoqëni demokratike nuk matet qysh sillet qeveria me sponsorat e vet. Nuk matet qysh sillet qeveria me Martin Berishën, me këta që i ka Kosmonten, me këta që i ka një mund qeveria, me Mikullovcin. Matet qysh sillet qeveria
me kundërshtarët, qysh sillet qeveria me ata që nuk i dën qeveria. Pra, plot shtandet janë të mushuna supermarketeve tona me produkte, nën produkte, gjitha llojeve qumsht, dyshimta dhe të padyshimta. Moja kravica dyshohet për atë që e ka një farë toksine, që mundet më konë kancerogjene, që e kanë hetu kratë. Kjo nuk o qumsht, ka 51% qumsht, pjesa tjetër, sigurisht që nuk të bën keq, sigurisht që nuk të bën keq, po duhet më shkru që nuk është qumsht. E jo reklama aty për funi qumshtin lirim. Nuk o faj i kësaj kompanisë hungareze, faj është se dhja është fajbele, se cilë të mënu të më thonë me nëzirë dinarin diqysh, dhe këta supermarketet, se kjo ma lirë, edhe shqiptarët mu më tha dikur, se nuk kësha di që së është qumsht kë. Më tha dikur, se unë e blej që të po gëtë skoka. E ka blej që ku me ditë sa. Kurse, të rasti i vitës, janë të lyp kime në vë, janë të lyp ata që nuk është. Pra, armiqve fuqinë e ligjit, dhe në fund me këqyrë se cilën mundësi ligjore me i denu. Pse? Se nuk na doj neve. Këta tjertë që thojnë devja që ka thonë Jezusi, ma let kalën devja në vrimën e gjilponës, se sa i pasëri ndër të parajsës, e në këtë rast ma let kalën devja në vrimën e gjilponës, se sa kundërshtari i Albin Kurtit kalën para ligjit. Por Burim Paculli edhe Berat Buzhola nuk e kanë lënë vetëm me video nga zyret, por së bashku të dy kanë shkuar brenda kompanisë Vita, ku kanë pyetur përgjegjësit, kanë parë punimet e tjerë. Janë, nëse nuk gabojnë, një 2 video nga brenda kompanisë Vita, të cilat juftoj ti ndjekim. E ngova pro ministrin të Leo. Aj nuk e di ka së qa ka full. Nashta ja kanë kontrolu, kena me kësirë. Hamam, po qysh mundet më uqu një minister i Republikës Kosovës, me punu kundër interesave të blegturve. Që stashta sërë e Burim? Si e? Si e një? A e një mirë? Qërë Burim? është shumë e rëndësishme me bo dallimin mes hetimit edhe përndjekjes. Kur shteti heton edhe shteti përndjek, ka dallim esencial se çfarë qëllimesh po don me arrit shteti. Shteti përndjek, ku në Kosovë janë 10 fabrika, edhe pa pretekst e zgjidh njënën. Ajo përndjekje. A ditë kanë ardhur 20 inspektora. 20 inspektora i kanë marrë 2 mostra. Do me thonë, kur ti don me terrorizu një biznes, me i tut punëtor, me kriju klimën thush që o ka prodhohet kemikalje, e jo qito. E ngova pra ministrin të Leo. Aj nuk e di ka qa ka full. Me një moment tha ka vaj palma, ma ne i tha nuk e dim halo. Pa as një fije dyshimi, qëmshtoria Vita prodhon qëmsht të prezirme, vaj palme dhe gjitha. Nuk i ka produktet e pasrën. Zoti Muja, i ka bën këtu një shmangje për pyetjes. Pyetja është për qumshtin Vita. S'po flas për fabrikën Vita. Do me thonë, po flas për qumshtin Vita. Atëherë, Leo, kjeme qartë, konstatimi fillestar e inspektoratit është që në qumshtore, në objektin e kontrollet qumshtore, Vita, që ka qenë subjekti verifikimit, i kontrollet zyrtar, janë konstatuar 26 produkte me vaj palme. Që kjo është Vita? Deklarohet përmbajtja. Qëto është përmbajtja? Nuk mundet aj ministri me përzi qëto me qëto, është e njëjta fabrikë. Që kjo ka vaj bimur, sepse është sigur hopla e në thejtë thash, që kjo tomël. Që kjo ka vaj bimur, që kjo tomël, që kjo s'ka.
tash, çka po dojnë me kriju ata, do më thonë që për mua është shqetësuese, me një vend ku punojnë qindra njerëz, me një vend ku shitet 50.000 dhe 100.000 litra qumsh në ditë pej bujqve, pej blegtorve, në asë një matje vita s'ka dalë që ka, asë qumsh pluhën, as vaj bimur. Këto kanë edhe shkruun, ama vaj bimur, unë e thashtë edhe një ditë me një video, vaj bimur ka Nutella, ka gjitha biskotat kanë vaj bimur, vaj palma nuk është vaj helmus, bile, konsiderohet veç përdorimin sasit madhe i ti mundët si më dhonë në fatë gjatë me të bo damë. Po një qëndësane tjere, unë s'po thamë, nuk për të liroj që du të me pasë, se s'ka, po qysh mundët më uqu një minister i Republikës Kosovës, me punu kundër interesat blegtorve, edhe me thonë me kriju për shtypjen që paska, me një moment tha ka, ma ne i tha vinë rezultatet, pra, aj militanti atje që ma përserit mu një video që e kom thonë vitin 2015, është mirë me këshyrë që ka po thot ministri i cili paguhet për këtë punë, i cili është punëtor i shtetit i qeveris, edhe i cili e kanë pas një kohë atë mëto nëse e mon men duje tondën. Edhe njerë, që kjo fabrik, që i ka një 300 veta, 400 veta, këtu prodhën edhe për eksport, prodhën edhe për mrena, i ka një 20 produkte këtu. Unë jam për me pas kontrol. Mirë po. A i tipi që këshiltari Armendit që e ka qumshtore në kanë shku ati mja kontrolu, ati ka që kam në Ramadan Mema, që kam në nëjë. Kena me kësyrë, nështë ja kanë kontrolu, kena me kësyrë. Hamom, si mas tënë, ata e kanë zgjedhë, si mas tënë halkën kishë ma dopten ku publiku, thojnë ja se Beratit janë zojnë akrujt me këtë vetën që e ka thonë para 10 vjetë. Unë e po besoj që ka fabrikë para 10 vjetë, u konë gjendje shumë ma dëvëbekt, se sa tashë. Sepse biznesi zhvillohet, biznesi precizohet, biznesi e rrit kontrollit, pra, na jena për me kritiku, edhe kur punojnë keq, që që kom bon atë ku si mas meje, mirë po edhe jam për me gozhdu qeverin, kur këshyr me shfrytzu qatë situatë, edhe mi mbrojt që shtojnë, për me qëtë mi gjithë qka, kundërshtarve fuqin e ligjit. Tash, që kjo ke prezentimi jem qëtu, na jena të fabrika e vitës, pas një kompleks, pa asni frikë që qka kanë më thonë ata, po vazhdojna me burimin i cili dënë me intervistu drejtorin e prodhimit në fabrika dhe me pa pejaz dhe në zhe, ku është vaj bimor, ku është qumshti, ku janë rezervat. A ka vaj pol me qumshti vita, a nuk ka? Hajde shkojmë në laborator. Kur kujna nuk i pengon në ardhë inspektorat. Na jemi këtu. As nuk jemi mbyll, as nuk jemi me mshef. As një milililit të shumsht nuk pranohet në fabrik po analizat të detajume. Kjo pajisje i bën 25 parametra për 2 minuta. Përqindje ndyrës, materin e thot, laktozën, acidin urik, gjitha ato që mundën me... Por ne ka qenë shumë e çuditshme, qysh marrë të nëjë numër i madhe inspektore, për çka? Te qumshtoria vita, a ka vaj palme, a nuk ka në qumshtin vita? Unë e kum lanë dyqysh ne takim edhe një intervist me drejtorin e prodhimit këto, cilin kemi me taku tash, edhe kena me ja bo krejt ato pytjet qka na kanë interesu krejt vendit e fundit. Do me dhonë super hot topic ka qenë kjo. Hajde një bashk. Sa kamion i keni këse? I kemi 6 cisterna, se cila për tyne ka kapacitet 15.000 litra. 15.000 litra, na e marim qumshtin në krejt Kosovën. Qëtu e kemi vendin ku e pranojmë qumshtin. Po përsot o kry pranimi i qumshtit. A o kry, a? Përsot është kry. Se qumshtin na e mbledhim... Se me dhonë fermert e binë qëto? Këtu e binë edhe fermert, qumshtin. Fermert individual, për shumë që kanë sasit madhe të qumshtit. Po, kemi edhe pika grumbulluse, që ata vetë nuk janë prodhu qumshtit, mirë po e mbledhin qumshtin në përfshatra, edhe sjellin këtu. E sa fermer janë të përfshim për qëtë proces? Direkt edhe indirekt janë binimi fermer. Binimi fermer? Binimi fermer. Në këtë zona në krejt Kosovë? Krejt Kosovë. As një qumsht, as një milililit të qumsht nuk pranohet në fabrik po analizat të detajume. Kush i bën këto analizat? Analizat fillimisht fillojnë analizat fundamentale që përcaktojnë freskinë e qumshtit, fillojnë qysh në teren. Merë analizat fiziko-kimike, bën analizat fillestare për freskinë e qumshtit. Nëse qumshti është në rregull, mirën mostrat referente. Çka ndodh me ato mostra? Sepse ne
terren nuk mundemi po. Falë që bën ndërprej. Kto e bën autoritet I caktuar për ju. To e bën tekniku I jon, që është I punësuar I jon, e bën analizat në terren. Okej. Dhe të njëjtë. Çfarë lloj analizash janë ato? Është shumë për shumështë freskë, do të thotë për freskit shumështë, bëhen temperatura, duhet dihet se në çfarë temperature duhet morrë shumështi. Bëhet alkool testi dhe aciditeti. Këto 3 parametra e përcaktojnë freskinë e shumështit. Mandej, mirën mostrat referente dhe sjellen në fabrikë. Edhe bëhen analiza detajume. Çka ndodh me atë qumsht prej momentit pranimit? Do me thonë futet brenda objektit, pastaj çka? Hajde këshirëm bashkarisht. Po ato fol. Po. Vazhdoj. Si repart quhet vetëm si pranimi I qumshtit. Këtu merren sasit, ndërsa mostrat dërgohen në laborator. Okej. Dhe pastaj puna I kalon laboratorit. Laborator. Po. Hajde shkojmë në laborator. Këtu jemi në laboratorin fiziko-kimik, një prej 2 laboratorë fiziko-kimik, sepse ne kemi në këtë repart laboratorin fiziko-kimik dhe në anën tjetër kemi laboratorin mikrobiologjik. Do të thotë për higjienën e qumshtit. Në këtë laborator bën një numër shumë I madh I analizave, për çato që folëm, çfarë bisedum jashtë, do të thotë mostrat vijnë. Sa shpesh ndodh me gjetë parregullsi, a është diçka common? Shumë diçka e zakonshme. Jo, shumë e pazakonshme është. Shumë e pazakonshme është me gjetë parregullsi, se thash, ato mostra tash edhe fermerët gjithmonë janë të vetëdijshëm. E kuptojnë edhe fermerët se cilësia e qumshtit. Këtu na e vrejmë prej 0.1% të Okej. Qoftë veç edhe nëse një pikë ujë shtohet, do me thonë një pikë ujë s'po them se një pikë ujë tash për shembull ne kemi fermerë që I sjell 3 ml. Po, detektohet, sepse dihet çfarë pikët ngrirjes e ka qumshti. Kjo baza e këtij aparati është me tregu sa është pika ngrirjes. Te qumshti e kena minus 0.512. Kjo pajisje këtu që po flasim tash, quhet Milkoscan. Kjo pajisje I bën 25 parametra për 2 minuta. Përqindje yndyrës, materien e thatë, laktozën, acidin urik, gjitha ato që mundën me... Këtu I kemi 2 prej aparaturave ku na e bëjmë detektimin e mbetjes së antibiotikëve dhe të aflatoksines. Këtë qumsht prej momentit që Kjo është qumshti I pranimit. Jo, qumshti I pranimit kalon në pjesën e pajisë, tash I shohim atje. Te pjesa e standardizimit inline, kur qumshti ndahet prej 4.0, hiqet e prica, bëhet 3.2, 1.5, po. Hajde. Edhe qumshti është I standardizuar. Prej atij momentit ajo është I gatshëm me kaluar në procesin e trajtimit termik, homogenizimit dhe të mbushjes. Okej. Si kjo temperaturë është normale. Normale për procesin. Këtu ki pasteurizim. Ki temperaturat larta, 98 gradë, 85 gradë, varësisht prej llojit procesit. Gjitha këto pajisje... Do me thonë që ta rezervara është qumshti aktuale. Këto janë tankat, tash I shohim atje. Këtu e kemi kapacitetin 210.000, edhe 70.000 kemi jashtë, do të thotë 280.000 litra qumsht ne mundemi me I pranu edhe me I përpunu. Këtu e kemi pjesën ku bëhet e veçantë, pjesa e pastrimit. Çka ne kupton kjo? Secili objekt, secila linje që përdoret paraprakisht pastrohet me bazë, acid dhe dezinfektues. Është kusht lirën stryshët, përmbetje si mikrobiologjike, si fizikokimike. Veç atëherë munden mu përdorë. Larja bëhet në mënyrë automatike. 20 ton I ka Kjo I ka 30 ton. 30 ton. Çka po do me të pyetën po besoj edhe për shikues, për që ta kanë hinë storja me këshirë, a ka vaj pall me qumshti vita, a nuk ka? Unë garantoj, edhe si pjesë e stafit, si drejtori I prodhimit, edhe si teknolog e profesion, edhe në ementi personal, që qumshti vita nuk ka shans të ketë përmbajtje të vajit të pallme. Çka do me thonë për konsumator nëse qumshti që e pin ka vaj pallme, në këtë rast jo veç vita, po se që kjo është shumë e rëndësishme me ditë edhe për neve? Vaj palmes gjendet në shumicën e produkteve që ne I kemi në marketet tona, në tregjet tona. Cilat është e lejushme me qenë? Cilat është e lejushme, se mos me qenë e lejushme nuk përdoren. Për shembull, produktet tona që është kremi I kuzhinës, është profil, duhet që ta njerëz me nda. Është profili I produktit ku përdoret në mënyra bimore. Si konkurrencë ki Hoplen, Hauten, Sanja, shifë. Krejt këto e përdoret? Po. I kine kikirika, I kine chipsa. Të gjithë prodhuest që bëjnë barista e kanë me yndyrë bimore. Merrin I cilën donin drejt. Sa shpesh bëhen inspektime prej shtetit në për ambientet e juja, këtu të qumshtoria vita? Është kjo rasti izolum, rasti I fundit, apo është procedurë normale? Ne I kemi gjitha dosjet
sa herë Agencioni i Ushqimit dhe Veterinës ka qenë prezent në fabrikë. A vinë shpesh, domethënë? Vinë, ata e din kur vinë, ata i kanë procedurat e tyre. Për gjatë vitit, për gjatë vitit ndodh më 3 herë, 4 herë. Po flas për vizitat rregullta. Çfarë faktori e bën në rast të veçantë vizitën e fundit, domethënë, prej këtyre vizitave tjera? Çka ka dallu kjo e fundit? Për neve ka dallu numri i madh i inspektorëve. Po du me hekat sistemin paralajmëruar pa paralajmëruar. Kur kujna nuk i pengon në ardhë inspektorat. Na jemi këtu. As nuk jemi mbyll, as nuk jemi me mshef. Çdo cep të fabrikës inspektor ka hyja ditë. Për ne ka qenë shumë e çuditshme qysh më ardh këndaj numër i madh inspektorëve për çka. Kjo ka qenë çka ka ndodhur. Sot ishim prezent inspektorë. 2 inspektorë i morën 11 mostra. Dje kanë qenë, i kanë marrë 9 mostra. Çka po të kesh këtu? Unë s'pe kuptoj. Pse vendoset ju me mbyll, domethënë, masi që erdhën ata, pse thatë penalëm në herë prodhimi? Po që, kur të vinë 20 inspektorë në fabrikë, ti vetë nuk e kupton se çka ka ndodhur. Domethënë është konfuzion. Është konfuzion për stafin. A ka pas reagime ndryshe prej herave të kaluara? Absolutisht. Neve na kanë informu si gjithmonë që është informohet, sepse siguria, standardin sigurisë punë e parashojnë që atje në port duhet dikush mu lajmëru, edhe duhet mu njoftu staf final i fabrikës që kemi vizitorë. Edhe unë personalisht kom dalë, i kom prit, i kom ftu, kur i kom pa gjithë ata tash, çka po ndodh? Po, pa marrë parasysh asaj, i kemi ftu, i kemi fut në zyrën e takimeve. Sa kanë qenë, sa inspektor kanë qenë? Nëse s'gaboj 17, 18, 20, nuk e di saktësisht se... Prej momentit kur jeni ullë, cili ka qenë diskutime mes juve dhe çka është fol atë? Ne kemi kërku që të prezentohen kush janë, se kemi drejt besoj, shtëpinë tonë, të pyesim kush janë. Normalisht, a kanë qenë me bexha? Kanë qenë me bexhën, tash se cilin nuk e kanë shqyqur të drejten, edhe jemi informu që kemi inspektorët. Do të thotë me vendim të ministrit. Çka ka qenë e çuditshme, që në vendimin të cilin e ka lëshu ministri në ora 12, ndërsa në ora 2 ne kemi pas inspektor këtu. Ka qenë specifikume të shkohet në vizitë dhe inspektim të operatori Abrazen dhe operatorët e tjerë. Më thonë, ne kemi qenë dyqysh të ndonë. Pikë referente. Pse? To nuk me kuptoj. Apo më tregon çka ndodh me industrinë të unis pej fermerëve prej momentit kur ju e ndaloni pranimin që keni vendosur herën e fundit çumshtet në fabrikë, domethënë që i nalni aktivitetet. Çka ndodh me industrinë e çumshtit në Kosovë? Kjo është një humbje e madhe. Unë tash po flas në aspektin profesional, po flas në aspektin ekonomik. E një punëtori që jam që 19 vite që do të thotë ka fermer që i ka 2000 litra, 3000 litra në ditë. Mos harroni, një ditë është 3000 litra, 2 ditë është 6000 litra, 3 ditë është 9000 litra. Lopa prodhon çumsh 24 orë. Ajo nuk pyet, a keni ju problem në fabrik, a s'keni ju problem në fabrik. A e dini sa herë ne kemi pas për shembull ka ndodhur problem teknik. Mirë po ne kemi pranuar çumshte, nuk i kemi thonë fermerëve nuk ta marrim ne çumshte. Mirë po kjo çka ka ndodhur, na ka stopu, edhe na ka ndohë, na ka shtimë mendu çka është ndodhur. Pse duhet na me në ardhë në këtë formë 20 inspektor. Inspektor të industrisë, Ministrisë të Industrisë Teknisë, të sanitarë, inspektor të AUV-it. Kemi ato të rregulla. Ne kemi pas vizit para 4 ditëve dhe të ambientit. Kanë bojë inspektimin, e rregull, kanë vazhdu. Në bazë të planit, ku bëhet standardizimi i produktit. A kemi çumsh 3-2, a 1.5, a kemi jogurt, a kemi ajran, a kemi ajka, çka kemi? Tu përfundon gjithçka. Edhe produkti bartet me pjesën e mbushjes. Në linjat e veçanta, pa asnjë kontakt me produktet që kanë mbyrë bimore, fillon procesi i mbushjes. Me kaq përfundon vita. Pe momentit kur futet, domethënë, ambalazhohet, ai bëhet aty në imotje përfundimtare, në analizë përfundimtare, aty bëhet analiza fillestare, i bëhet analiza para mbushjes, gjatë mbushjes, pas mbushjes. Vazhdimisht, pas 2 dite, pas 5 dite, pas 7 dite, deri në skadencë për cilët produkti. Deri sa skadon. Çumshti dhe produktet që janë UHT nuk dalin nga fabrika pa i kalu 7 ditë në fabrikë. Do me thonë gjithësysh se cili prodhem ka me qëndru 7 ditë në fabrikë. Produktet cilat janë afatgjate.
Produkta cilat janë afat gjate që ndrojnë 7 ditë në fabrikë, në kushte 32 gradë dhe 55 gradë. Çka do me thonë produkte që janë afat gjate, afat shkurte? Produktet afat gjate, i ki produkte që kanë 6 muaj, 8 muaj, 1 vit, 2 vite, varësisht prej llojit produktit. Produktet afat shkurta janë produktet e fresta, jogurti, ajrani, AIK, gjitha këto që kanë afat 35 ditë, 45 ditë. E qartë. Ky objekt është lindon fizikisht. Ku jemi këtu sak? Këtu jemi te përgatitja e yndyrës për produktin e baristës. Tash, a e po objektin e shumësit atje? A e po që është lindon fizikisht? Lidhe nuk ka me këtë pjesë këtu. Që tu prodhohet vaj i palmës? Që tu përgatitet vaj i palmës. Se ne nuk e blejmë. E përgatitim me procedurat cilat i kemi na. Prej këtuit, i kemi tangat ku e përgatisim. Tangat ku përgatitet. Që ky produkt i barista që pëmbushet atje. Po trajtimi termik. 138 gradë, 137 gradë, sterilizimi. Homogenizohet produkti. Homogenizohet, edhe kalon në procesin e mbushjes. Do me thonë për bërë si vaj palme nuk o të bëj, realisht na u dasht me ecë mi bo një 600 hopa prej ku kem të ku prodhohet qumshti, do me thonë ku përgatitet për shitje, te pjesa, qka po prodhohet këto? Barista. Po, pije qumsht për kafe. Këtu përdoret vaj i palmës, po përdoret për produktet ku lejohet me u përdorë, do me thonë, për me pos qartë për audiencën. Që ambalazhimi këto? Atëherë, krejt largë Kosovës në Gjermani, në Nuremberg të Gjermanisë, bizneset kosovare, shqiptarët nga Kosova, po kurin sukses të papenguar në biznes. Në Nuremberg të Gjermanisë është hap një market i madh me produkte nga Kosova, me produkte tradicionale, edhe atë Burim Pacolli dhe Berat Buzholla kanë qëndruar në Nuremberg të Gjermanisë për t'i parë pamjet nga hapja e marketit të madh atje. Ti ndjekim pamjet, ta ndjekim se çka thot pronari dhe se çka u tha në hapje të këtij biznesi nga Kosova në Gjermani. Për hajrë Nürnberg, urime hapja e Drini Market, kena me pru produkte madin, troje shqiptare. Të shtrasë Nürnberg njerës pika e re e Drini Market. A so shkam pasulli këto? Në krejt Evropë mund është me porosit online. Valoj për spesa të urshina që i doja me bli. A që ka njës ka pak Gjerman mi provu, po pjo duken shumë djekës. Të na personeli o ketë shqiptar, na flosëm shqip, apo. Këto është shqip, edhe Gjerman kur vina shqip ju flosëm. Se na kem qef si italian, kur shkësht e italian, ta më bënë gjërë në bëna sera kështë, na i thojna mirë dita, mirë mroma. Bashka të dhëtar dhe rum, për hajrë Nürnberg, urime hapja e Drini Market, shpresoj me ju shërby qysh është mas miri. Kena me pru produkte, madin, troje shqiptare, që që dini mo, Drini Market është i njoftën për produkte, madin, Kosova, Shqipëria, Ilirida, Lugina, me gjithse me Lugin kem probleme me barkode, po me gjitha to, për i krejt Kosovës kena mju shërby, e falendrej shumë partnerin tem që me një pun t'jash zakonshme e ka bot mundshme që datën e hapjes prej 20 gushti me pru me 2 korrik. Edhe fol shkresav t'juve t'jash zakonshme që na keni shkru çdo ditë pse s'pe ma heret, veç prezenca juve sot këtu na tregon so ka qeni nevojshëm një market tipik shqiptar në Nürnberg. Prej sodit, atë ecjen e atë dhejot do t'ja shuajmë dhe do t'keni këtu produktet që ju i dëshironi, edhe për naj produkt që nuk e kena, ju e dini që eksiston në Kosovë, veç na shkruni, na ja sjellëm për Kosovës të. Fitim, falenderit shumë, respekt për punën e jashtëzakonshme. Une ju kështë nga thanë të gjithë këtu në bashkëdhëtar të dashur, tash e keni një shtëpi dytë këtu në Nürnberg, e ne do të bëjmë çdo gjë të mëshme të keni të gjitha produkte këtu. Ju faleminderit nga zemra për mbështetjen tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Kallëzëm të ku kryet kjo zona operative e bizneseve tua, se do me thonë që 3 orë jena të vëzit gjithë kanë, kej qytetet na ke silë.
Na jena bosi hithma të nënë, po dollëm pa na mjelic. Tash njena këtu në Nürnberg, këtu sot është hopja e re, o dita e parë do më honë. Edhe që thash, Drini Market dojna me zhvillu si biznes me borë rjetë, që kjo pika e tretë, tash vinë edhe 3 pika tjera mund të shbrenda qëti vitit, e pastaj të shohëm të gjerohemi në krejtë Gjermani. E qartë, Drini Market është market Nürnberg, market i shqiptarve, na jena të veçum me produkte shqiptare. Komplet troja marketet Kosovës i kje dhe... Jo, se të marketet Kosovës ka shumë Cërbi, se na smojna të Cërbis. Okej, është Kosovës. Na kena të Kosovës, Shqipnis, Macedonis, edhe po, produkte janë visht Kosovës, do mos shumica. Tash kurtina, i kena ka pakët Slovenisë e kështu, po qama dhe në Serbia nuk e mojnë, është kategorikisht e ndalume më orë. Po na mundum zhvillimin e ekonomisë të Kosovës me ndihmu ka pak, tu i përkro për shembull prodhues të vendor. Edhe për punues të vendor, po ma shumë prodhues të vendor. Fjotestrasse Nürnberg njerëz pika e re e Drini Market që hopja do me thonë, po këto veç pas kam fillu njerëzit me Po, jo pej me ngjesit, do me thonë, tash na në ura nanomet kena me preshin. Normal, na jena tetëm për produkte vendore. Edhe e dina që nëse blejna produkte vendore, i ndihmujna indirekt Kosovës shumë. Normalisht. Se si me thonë, 90% e parëve shkojna vetë në Kosovë. Që vej ka të qërshia të mira, dhe i Sohareki ka të mira. Je ku herrushit, travecit, morëm, bastoni vjen për Shqipnije. Shumë kena produkte për i lushnje për shemë, se ata janë kërësisht të ma specat. Rruko pas një, do me dhonë sot dëni. Rruko pa orë gjithmonë, kjo nuk u të zëme mungu, dihet, është e Drenicës, e përkrohëm veçanarisht. Plus ka super e lirë. është e Drenicës, plus është super e lirë. Po, është si në Kosovë. është shumë, do më thonë, inkurajuese, shumë e veçantë kjo punë edhe pej Zvicrës vinë me ble produkte në Augsburg për shembull. Kemë raste pej Zvicrë për 3-4 familje vjen njëri e i blen krejt produktet për ata, edhe kur shkon aty javë shpërndon. A vinë për shkak të kualitetit, a vinë për shkak të nostalgjisë? Shumë pak për dyjat, po kvaliteti është ai që të rjek mas shumë dhe klientës në mos produkte mishit. Te na personeli o ketë shqiptar, na flasëm shqip, apo këto është shqip, edhe gjerman kur vina shqip ju flasëm. Se na kem qef si italian, kur shkesh të italian, ta më bën gjë në bëna sera kështu. Na i thojna mirë dita, mirë mbroma. Me pas një farë sensi ai ku është hi. Bravo, ai duhet me ditë që këtu orë në Kosovë. A vëdin është sigur me hi në Kosovë. Si në ambasadë. Ose si në ambasadë Kosovë. Territori Kosovës brenda Gjermanisë. Jena do ambasador këtu Sicilin, që është testori diasporës, një ambasador në vetë. I kena do grosh që pjekun flia çdo ditë. A ka edhe flia ka këtu? Sot po kanë harxhit që e thot. Jo, këtë flia di kam bleja. Do më buka ku ka harxhit sa shpeshë. Edhe ndull nga një herë që mu harxhit këtë produktet. Po jem përpjekje si për që produktet kosovare shqiptare me identifiku edhe me shku tutje që Gjerman mi konsumu atë produkt. Pasull, qërë pasulli, mishi, Sa kila pasulli? që mili kalamojt. Ka sa shkam pasulli këto? Dikon për i 3 euro dhe në 6 euro, më varsesht tash, për shambu për që që blejna në Kosovë, na? Po, baret 2-3 euro dhe në 6 euro, më duke. I cili qytet vjen kë pasull? Prej Stugut, më sa di ju, na? Jena të ndërtu dhe ja kena fillu, është online shopi. Që? Po, edhe online. Në krejtë Evropë mund është me porosit online, fatkeqësisht me online nuk po mundemi gjitha produktet me i dërgu, për shkak se po del transporti jashtëzakonisht i shtrejt. E tash kur çmimi është i lirë, për shembull, kushton çka 90 cent. E amballazhimi i madh. Ajo të merr posta 2-3 euro. E çmimi 90 cent si avle, nuk mundesh një chips me çu. Tani na veç disa produkte pishtina në online shop. Po jena tu këshyrë zgjidhje me gjetë që mi qu shumicën e produkte, se gjitha s'kena me mujtë. Pej Drini Market në Nürnberg.re për shëni, do me thonë log, sa njeri kënej. U do ke paka? Po. Ku nive? Që dy të kafja. Sa ki, se me thonë vullnet me bli produkte shqipto, sa ki mall, sa ki nostalgji për... Gjithë marë ta namës për papasi që marë për punë direkt tu. Kalzëm për çka të merë mas shumë ti mall. Për spesa të urshina që i doja me bli. A pa të speca të urshina? Po, kish ball, visja me shumë me prit në ramë. E po dalim që ty për pina në e Golden Eagle edhe për njina të një mund. O, dere sa të lirohet pak, ha? Po, s'ka. Nga ka pështu. O, do më rani është, apeshe rani? Jo, rani është dhe qatja. Komplet, rrëth rani, do më
Ja, me mujtë cilin ju kësha shti paran. Me mujtë të krymë. Po, qef speca torshi për radialin, që pritoj ke me prit. Po, me marrë këtu, se disa jenë aty i prollu të ashti me brand tonin. Me branda? Po, edhe një paketim të pasulit edhe të rizit i kina. Që e kem njerën adekuat, a bën mos me folti mo, se po orë. Po je vetem, qa ko këto? Na i kina disa brende tona, tash ku i kina ba, orizin, pasulin, turshi. Jo, Drini Market orizi, a? Po, me brendin Aldrinas. Aldrinas. Po, kjo tjetra? Kjo është pasuli. Okej. Bëhet Soj ko kjo? Kjo i ka në 800 gram që kena edhe shumë lloje turshive. E pas një paketu ta mën gjermanski sistem, minimalist do me thonë. Pako, jo mungimi mor 5 kila. Jo. Vetëm po për një zirje. Për cilin produkt ka mas shumë ti interesim Drini Market, diçka që mund është me veçu, si me thonë, që ky produkt e din që ecë me një herë, si të bish? Për produktve të mishit me fol, është sojuku si shkon flak, edhe ashtu të prodhohet e pasha dhe është diçka jashtëzakonisht produkti veçantë. Por këto produkte tjera, dhe më thanë gjithçka që ka bjen nga Kosova, që produkt vendor, Kosovës, të gjitha krejt. Ja, keni përgjatë tën vitin? Gjatë tën vitit kena turshijat, se këto janë turshijat për çata janë. Konservume. Gjatë të vitit dhe shkojnë, gjatë të vitit hojna, domon. Ta që ka njës ka pak Gjerman mi provu, po pjo duken shumë djeksta. Do të me shumë pak. Të Drini Market, ku nive që po hapët sot? Po nive këtë dy edin të Drini Market apo që... Në nëzësprit një do me dhonë me oqele over shpit. Qa blejtë sot? Halosë ja kom njësë, tash pja njësë. Qka ke orë, mas shumë, ti do vipa i pas ke blejtë? Vipa, thmija, do sa në tira për vete tash do të me hirar, veç a hina në rëndë tash. Po jo, pas ke me prit to, inshallah keni vakt. Po normal, do të me prit. E qishtu do këtë në qmime? Fort mirë, fort mirë. Për tokë, kështu normali u do kënë, su do kënë nisan... E parkingi ku është? E ndëgjë, parking është 10 metra pej lokalit Drini Market, e kin Kaufland. 3 orë ki drejt me nejt aty pa pare, do me thonë, lirë e shkojnë atë morën vesh me Kauflandin, nuk thët kërkosh kërgjë pse je parku aty, do me thonë, atë morën vesh me Kauflandin. Shkon po, në Kaufland ke marrveshje, edhe me njerë del këtu, i ki vesh 10-20 metra, i ki deri këtu. Okej, kthehemi në Kosovë. Për pak, ajo çka mu personalisht më shqetëson më shumë në gazetari në Kosovë, është mungesa e gazetarëve të shëndetësisë. Siç e dini, kushdo që jeni ballafaquar me sistemin shëndetësor në Kosovë, sistemi shëndetësor në Kosovë çalon jashtëzakonisht shumë. Dhe përveç se çalon sistemi shëndetësor, çalojnë edhe ne mediat, edhe ne gazetarët, kemi dështu me imbajt përgjegjës, siç i mbajmë dikasteret e tjera, ta zëmë në politik, në drejtësi, pra kemi gazetarë të veçantë për gjykata, jo veç ne, shumica prej medjave, i mbajmë përgjegjës pothuajse të gjithë dikasteret, ndërku në shëndetësi ka shumë pak gazetarë që merren ekstra me këtë çështje. Megjithatë, një gazetare e kolege nga koha, Saranda Ramaj, e cila merret më shumti me shëndetësinë, e bëri një postim në lidhje me reportin e onkologjisë, atje ku trajtohen njerëzit e sëmur me kancer, dhe gazetari Berat Buzhola, me të kthy nga Gjermania, shkoi atje tek onkologjia, ku në bazë të burimeve të veta, në bazë siç çka i kanë thënë nga Ministria e Shëndetësisë, si dhe brenda spitalit atë, ka zbuluar se ka fatkeqësisht mungesa të mëdha të ilaçeve, si dhe ka seleksionim se kujt i jipen disa nga ilaçet e kujt mos i jipen. Ta ndjekim këtë video. Dikush aty vendos kush ka me dek e kush nuk ka me dek. Kena mi dhonë 3 milion euro për mi kompenzu bashkëdhetarët që vinë, që i kanë rrogat ka 3, 4, 5.000, 10.000 euro. Që tu janë para onkologjisë që për menimin tem është njëna për klinikave ma simptomatike për me kallëzu gjendjen e një shoqënie. A është e zhvillume, apo zhvillohet, apo ngec. Erdha që tu, masi që e lexova një status që e pat gazetarja kohës Saranda Ramaj për një lloj ilaçit për trajtimin e kancerit xhirit që po kushtoi ka dikon 800 euro e që pas ka mungesë.
edhe pse nuk do duhej me pas sepse buxheti është nda për atë punë. Pra, ka plot gra që presin me marrë terapin, shteti nuk ja u garanton ato që është zotu që ka me garantu. Thira në Ministrisë së Shëndetësisë një burim që e kam aty dhe e pyeta tha çka është puna e mungesës. Stina dhe ma shpjegoj tha. Ka mungesë, nuk e dim pse, nejse. Qyshtojnë nxjerrni kasht e dalin 6. Thashë kështu përgjithsisht qysh është puna. Posaçërisht më interesoj ke në onkologji. Kanceri në shoqërinë tonë ka lloj-lloj emrash, smundja keqe, njerëz pritojnë, domethënë kur e kanë anëtar të familjes me kancer, pritojnë ja përmend edhe emrin, domethënë se duket sikur me u pas denu me vdekje. Domethënë momentin që diagnostifikohesh me kancer, pothuajse shoqënia, familja të konsideron që je i denu me vdekje, veç je tu je prit momentin kur, si më thonë, kalon në mshim. Nuk është kështu. Lufta kundër kancerit në botë po bën hapa të mëdhaj. Po dalin ilaçe të reja, terapi të reja, e njëna prej terapive që po e rivalizon terapin, le të themi, tradicionale të shekullit kalum, që ka qenë kemioterapia, sot është imunoterapia. Imunoterapia është aprovu prej FDA në vitin 2011, edhe prej vitit 2014 e tutje, posaçërisht në 10 vitet e fundit në perëndim, në hemisferën veriore, imunoterapia është, si më thonë, për disa lloje të kancereve, është arma e parë që përdoret. Pra nuk është kemio mo. Është arma e parë sepse edhe është shumë më efikase si kemio, edhe ka më pak efekte anësore se sa kemio. Në momente të caktuara për lloje të ndryshme të kancerit përdoret edhe kemio edhe imunoterapia. Tash ty fol me atë zyrtarin e shëndetësisë, e zgatëm edhe pak muhabetin edhe i thash, tha, po kena tha problem, tha edhe me ilaçet për imunoterapi. Thash, pse ai ty e përdor imunoterapin, apo përdoret gjërësisht imunoterapia? Tha, po që një 6 vjet përdoret imunoterapia. Mirë po. Para 4-5 vjetëve, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që imunoterapia, e cila është e kushtueshme, mos me u leju me u dhon gratis për krejt pacientat që kanë nevojë për atë terapi, po që fati e ka desht mos mi pas 2 llojet e kancereve për cilët Ministria e Shëndetësisë menon që duhet me qenë të vetmit për cilët duhet me u përdor imunoterapia. Pra, e pas ka caktuar një kriter që personat që përdorin, që kanë drejt me përdor fondet publike për me luftu kancerin, janë ata që kanë melanom, që është kanceri i lkurës, edhe disa lloje të kancerit mushkënive. On blok është kanceri i mushkënive, mirë po kushdo që ka kancer të mushkënive i bëhet një test ku në laborator ma ne vendoset një farë markeri i cili kallëzon që aja vlen më shku me imunoterapia jo. Për momentin, në Republikë Kosovës, këtu janë rreth 100 persona që marrin imunoterapi. Nevojat totale, për mi plotësu nevojat totale, të personave që një me kanë nevoj, jo që ja u cakton ministria, po që një me kanë nevoj terapin, imunoterapin me marë, është rreth 500 persona. Sepse, pra, si mas krejt studimeve, laboratoreve që i kanë bot tjerë, që si kena bona, është e vërtet, që për melanomen edhe për kancerin mushkëni, imunoterapia është armë e parë, edhe ndikon dramatikisht shumë në rritjen e jetës, zgjatjen e jetës të personave që janë të prekur. Po, nuk janë të vetmit. Kudo në botë, imunoterapia po përdoret edhe për lloje tjera të kancerit. Qoftë bashkë me kemion, qoftë ndamaz me kemion. Përdoret për kancerin zor, në lukth, në qaftë mitrës, në veshk,
Pra, pasi që t'i bëhet një analizë, aty konstatohet që aja vlen më shku me imunoterapi. Imunoterapia për një pacient merret çdo 3 javë për 2 vjet, e kushtueshme. Pra, kushton dikon doza çdo 3 javë kushton 3.000 deri në 4.000 euro për pacient. Tash, kush është ai në Ministritë të Shëndetësisë ose në Qeveritë Kosovës që vendos kush ka me dek edhe kush ka me jetu? Sepse, shkencërisht, edhe ai që ka kancer në zor mundet me u trajtu në mënyrë jashtëzakonisht efikase me imunoterapi ndonjëherë edhe më mirë se sa ai që ka kancer në mushkëni e që Ministria ka vendos me qitë në listën e bardhë, pra e ka leju përdorimin. Ose me kancer në veshkë. Ekspertat thojnë që imunoterapia, pra që kushton 60.000, 70.000 për një vjet, duhet me u caktu jo me llojet kancerit, po me një komision të mjekëve që thojnë po, te që ky lloj i kancerit, edhe pse s'është melanoma, edhe pse s'është kanceri në mushkëni, efekti i imunoterapisë është më i mirë, më i madh, më efikas se sa kemioterapia, ose ndoshta duhet bashkë. Qysh mundet dikush, plus ka qenë në fillim kur ka fillu përdorimi i imunoterapisë para një 6 vjetëve, pas kanë pas qenë gjitha llojet e kancerit përfshime aty për mu realizu imunoterapia. Unë e kuptoj se s'kena shumë parë, s'kena shumë buxhet, përkundër krekosjes të krerëve të qeverisë, e ki po qysh folin. Nëse na tu zhvillu, nëse na shteti fuqishëm qysh po thoni, pse po i leni njerëz me dek qëtu? Pse nuk e bëni imunoterapin si esenciale për krejt personat që kanë nevojë për imunoterapi? Sepse duke i nda kancerat, melanoma dhe mushnit, këtu në tjerëve po ju thoni diçni. Vazhdoni me forma tradicionale, jeto ma shkurt. Mos u shnosh. Sepse s'kena boll pare me ju shnosh. Se kena me bo populizëm. Se kena mi dhon 3 milion euro për mi kompenzu bashkëdhetar që vinë, që i kanë rrogat ka 3, 4, 5.000, 10.000 euro. Me 2 milion euro, 3 milion euro të bashkëdhetarëve ti i shërën një 20-30 pacienta, cilë ndoshta e kanë të pamundën me i pas kushtet për me i ble vetë që ato ilaçe. Mas të folu manej për buxhetin që ndahet para zgjedhjeve. Në 2-3 parë zgjedhjet e fundit, të i dhonë ka 150 milion, 200 milion euro, ka 50 euro, që njerëz më shku dhe më bo pazar në supermarkete pa kur farë ndikimi direkt në ekonomi të venit. A qëto, te që kjo derë, dikush që aty vendos me urdhën qeveris, kush ka me dek e kush nuk ka me dek. Kush ka me jetu ma gat e kush ka me jetu ma shkurt. Kjo nuk është retorik boshe. Dikush të dera që aty e kuptën që për kancerin e ti në zor trash ose në lukth, ministria, qeveria ka vendos me heq prej listes cilaqeve për cilët na pagujna me taksat tona. Pra ka vendos dhe nemen teme tonin ka mi qu që të pare e mos mi dhonë që të që të pare. Këtë teme fola edhe me burimin sët, e kam nërven me ndjek. Ju lutëm, kushdo që jeni të i pagu vetë imunoterapin. E ka shumë, janë 300-400 njerëz që janë të i pagu në krejt Kosovën. Shkrumni privat, shkrumni Facebook, Instagram, TikTok, kudo, i këqyri ka pak, kësha pas qef me arë me bisedu me juve, me pa pse ju kanë selektu në këtë listën ku ju duhni me pagu, e shteti nuk ja umbulon. Kisha dash me arë me bëj intervist me ju, nuk kanë qka me ju bo, për te që me të shtime i pagu, nuk kanë qka me të bo tjetër. Ideja është me mujt
me i kriju kushtet edhe për ju që ju mos me i pagu. E forma vetme me i kriju kushtet që ju mos me i pagu qito ilaçe për imunoterapi është duke e bo publike, duke kallëzu publikisht që dikush pagun, dikush s'pagun, dikush rënon ma gat, dikush ma shkurt, pse qeveria ka vendos mjetet që ju takojnë juve me i shpenzu në forma krejtësisht jo morale, në forma krejtësisht jo transparente. Okej, kështu i erdhi fundi epizodit të 27 të emisionit POV Nacionale. Unë ju ftoj ta ndjekni televizionin të 7, gjithashtu ta ndiqni Gazetën Nacionale, portalin nacionale.com, Nacionale Videos, aty ku gazetarët tonë janë në terren për çdo ditë, ju sjellin informacione, reportazhe dhe hulumtime që nuk i gjeni askund tjetër. Gjithashtu, ju ftoj që çdo të diel nga ora 16 të qëndroni me emisionin POV Nacionale, aty ku i shfaqim të gjitha hulumtimet, videot, raportimet e gazetarëve të Nacionales. Për sot, ju falemnderit dhe ditë të mbarë.